Ja jonë, natyrisht shumë respekt për gjithë media në Kosovë, gjithë kolegët që vazhdojnë me po punë të mrekullueshme. Po, absolutisht. Të faleminderit Matoshi që jenë në televizionin e gazetarëve. Faleminderit shumë, kushtimi edhe në herë, po du me thonë, me rujt atë dhejën tonë si sytë e ballit. Kjo është tinglon pak si frazë, po nuk kemi atë dhejë rezervë. Nështë ta me lejon kushtrim, në fund fare një thirrje kështu që me që hinëm të këtë debati i televizionit gazetarëve. Ka një link tek Kohanet Miq, lejoni që si gazetari rritur në Koha Ditore bashkë me Halilin edhe me të tjertë. Kompania Koha është shkolla në cilën shumë ne prej gjeneratave jemi kriju. Pash një link aty për kontribut të qytetarëve për kompaninë Koha edhe për gazetarinë e Kohës, kështu që hyni te Koha neti, kërkojeni atë link edhe kushdo që mundet le të kontriboj për gazetari të mirëfillt që e bën Koha Ditore. Nuk është e bën edhe Guardiani, e bën edhe... E bën shumë media ndërkombëtare këtë thirrjen. Kjo është linku, bravo regjia, më të shpejt sa që e prita. Kjo është linku... është Besi. Më lejoni ta bëj këtu thirrjen nga televizioni gazetarë, vini dhe kontriboni atë. Edhe unë kam një mesazh për gjithë kolegët e mi gazetarë, edhe tri, edhe veterantë gazetarisë, si është Halili, Blerim Shala, e shumë kolegë tjerë me cilët kam bashkëpunuar gjatë periudhës së luftës. Kam përshtypjen se në kohën e fundit shumë televizione që janë në Kosovë, me disa debate, një farë mënyrë, disa qasje po ndikohet bukur kështu negativisht në opinion, po krijon shumë përqamje, shumë dasi. Ashtu kur po bisedoj me njerëzit, mund po më thonë se s'po merr pjesë në disa debate. Kjo është zhurma e debateve po të pengon. Po, zhurma e debateve, sepse çaq është këherë shumë e njanshme, shumë partijake. Mund pengon particizmi. Unë si gazetar të rjetën jam angazhuar për të vërtetën, për informimin objektiv, mobilizues, inkurajues, sepse kemi qenë edhe gazetar për dhe misionar që me shpërndarë në opinion misionin për të unitetit, bashkimit, krijimit shtetit, çrimit Kosovës, mos pari krijimit shtetit, ndërtimit shtetit.